fillim ne jemi marrë me punë më të tjera, më të vogla, si portin e Vlorës, makinën e traketeve, portin e Orikumit, kemi marrë që është për porti jateve, dhe me këtë morëm një eksperiencë çik më të madhe, pasi ishte një punë që s'e bën ndonjëherë në Shqipëri, dhe këtë radhë u bë. Sa kohë ka zgjatur? Krahas vlerës materiale, duket një energji shumë e madhe investuar. Këto punime vidro që shkojnë portuale ka zgjatur rreth në kohë për 18 muaj. Kemi patur dhe pauza, po kanë kaluar. Po toka përparon drejt detit. Shohim që janë krijuar disa karaburum të vegjël në miniaturë. Karaburun shumë i madh për të kërkuar të vegjëlve dhe kjo është një shumë nga portet që janë bërë këtu në Shqipëri është nga porti më i madh sot për sot për hidrokarburat. Mendoj që bëhet një shumë më i madh akoma nga ky që është këtu në krahun tjetër. Shohim që janë krijuar dhe mjedise pritse. Po është zona e viletave të petroliferos. Kemi këtu mbrapa, po të kthehemi. Si arritët t'i bëni dhe italianët të punojnë për Shqipërinë? Gjithmonë shqiptarët kanë mësuar nga italianët. Dhe nëse do marrim eksperjenca, shteti italian që kemi këtu përballë është gjithmonë një vend i mirë dhe italianët janë dalluar se ka dërtuar botën. Është e vërtetë që punojnë edhe për ju, thashmë? Po, kam disa italianë që punojnë për mua. Për firmën time. Po, punojnë shumë mirë, janë korrekt, besoj si shqiptarët, mësoj dhe shqiptarët. Edhe kolegu i tij, Gazmend Shalci, na komunikon me entuziazëm vlerësimin më të lartë për punën tejet profesionale e titanike të mjeshtrit Tahiri. Me punën e tij bëri të mundur që në një afat shumë të shkurtër kohë, gjithmonë duke respektuar cilësinë, e cila është kontrolluar në mënyrë permanente nga inxhinierët tanë, që janë inxhinierët nga më të specializuar në Evropë në fusha të tilla. Pra, ka treguar kjo eksperiencë tregon një bashkëpunim shumë të mirë të eksperiencave tona 90 vjeçare në fushën e hidrokarburëve, në fushën e porteve, kryesisht në shërbimet portuare dhe imprenditorëve lokal, të cilët ju përgjigjen seriozitetit ton, angazhimit ton, me të njëjtën seriozitet, me të njëjtën angazhim për kushtim. Tashmë porti detar turistik, ku Dashi kalon pjesën më të gjatë të ditës me intensitet pune, duke gjetur dhe kohë për mikun e tij besnik në një mini fermë natyrore, Kalin Larosh prej Race me emrin Tornado, është shtëpia e tretë e tij. Gjua midis tyre është dashuria për jetën dhe natyrën. Rikthimi në shtëpinë muze të Çamërisë, Oxhakun e Tahirajve dhe të Gërave, ka një tjetër tingull. E bia e Dashit si artiste në fillesat e saj, luan pjesë të zgjedhura në piano duke na krijuar një sfond mikpritës e klasik. Dy djemtë e vegjël kanë trashëguar pasionin për detin. Madje Devi, më i vogli, merret me notin në formë sportive të rregullt. Mama e Dashit, zonja Hana Tahiri nga Margëllëçi, me tradita juristësh e hoxhallarësh në familjen e saj, krahas trokitjes së gotave për të ardhmen e mirë të shqiptarëve në vitet 2000, nise kujton duke rrëfyer dramën e dhimbshme të eksodit. Arriti nëna, thoshte në vend se do hidhte boçën se ishte ngarkuar ka hedhë fëmijën. Edhe prindrit, pa unë kam qenë shumë e vogël, pa mbushur as 6 muaj, edhe si ajo ditë mos ardë kurrë të lot, sa më diki nëna dhe babaj, që më kalutë. Për ato halë që kam hedhë. Dashin e keni djarë në pleqërisë? Jo, e kam të rinis Dashin. Kam vajzën për para, pastaj kam Dashin. Kam dhe një tjetër të vogël. I vogël së shtaj 20 vjeç. Po s'pyet për ato halë, ju i dini dhe se gjithmonë një filmoni,
Vjen një lehtësim në këtë kohë që po kalojmë dhe si u ndjet para shtëpisë së parëve? Ndihem lehtësim, po ndihem dhe dëshpërim. Se kur vetë e vendin tënd nuk ka gjë më vështirë, që edhe nuk të lëmë të veprosh për shumë të vesh atje kur duhet dajtë ose atje në të. Dashi është trashëguesi dhe realizuesi i vlerave më të larta të prindërve e gjyshërve. Ai risjell në kujtesë udhëtimin në shtëpinë të parëve në Gumenic. Atje së bashku me Taatin, të cilin e sheh her pas here në portretin e stolisur nga piktorët e njohur, ai u prek me disa të vërteta thelbësore të origjinës. Me babain e keni arritur të realizoni atë ëndrrën për të vajtur në pranë shtëpisë së parë? Shëtitja që i bëra para disa vjetëve, se a i si jeton në të është. E qova për e të parë në vëndlidjen e ti. Më bëri përshtypje se e njënte në mënyrë të përsosur shpinë, rrugën dhe pebët që kishte. Pasi aty ndenjëm tek një kushuriri ti, Andre Mjedrek, nga priti shumë mirë. Kujtojnë si tani, kur dolëm nga fshati, atje ku i ati ti kishte dërtuar një xhami dhe një shkollë, kishte shkollë shqipe që i bani, pa që se bëj një shkollë greke ndoshta kishte. Atje dhe vëndi xhamit pa dhe i kishte. Pa dhe flamori grek. U mazit më te për njerëti. Edhe mesmi është atje, se pema është atje, një nga rënjët është. Si vetë shpirti i kulmuar i mbar përpjekjeve të çamëve për integrimin e tyre në familjen europiane, Dashi njihet si mbështetësi real i mbar lëvizjeve qytetare për rrimarrjen e trashëgimisë shqiptare të çamërisë. Përgjigjja e vetme ndaj padrejtësive historike është modeli i tij strikt i punës në shkallën sipërore. Me një zemër të pafundme mirësie për të ndihmuar njerëzit, me humor lehtësues në biseda, dëshirën për të bukurën, pasionin për muzikën folklorike çame, ai është i pranishëm në mbar eventet kulturore në vendin e të ftuarit të nderit. Dashamir Tahiri e jeton ditën si kënga polifonike, me një larmi zërash e ngjyrash. Me stilin e tij europian të punuarit, ai shfaq vullnetin e mbinjëriut, mikut e pirotas të virtytit, që ditë përballet e të triumfojë mbi sprovat e fatit. Thesari i tij më i vlerët mbeten amanetet e kryera dhe edukimi me dashuri i prindërve, fjala e atit dhe qumshti i mëmës. Atje ke bëllëm që